Jetojmë në një kohë ku tek njerëzit shumë e rëndësishme është bërë pamja e jashtme. Luksi, jetesa në luks, posti, pozita, fama, paraja, pra vetëm gjërat e dukshme. Ndërkohë, shumë njerëz kanë harruar të brendshmen. Vllai, motra ime, ne kemi shumë të nevojshme dhe është shumë e rëndësishme ajo e brendshmja. Është shumë e nevojshme patjetër gjërat e brendshme, gjërat e fshehta. Ne kemi të nevojshme me i fal një 2 rekat namaz gjatë natës që nuk sheh askush përveç Zotit gjithësisë. Shumë njerëz mendojnë se lumturia është vetëm ajo e cila shfaqet në pamjen e jashtme. Harrojnë se lumturia e vërtet është ajo që gjendet në zemër. Prandaj, vllai, motra ime, le të kushtojmë rëndësi atyre punëve të fshehta, që nuk i sheh askush përveç Zotit gjithësisë. Ai namazi që bën mbështetësi në mesin e natës, në kohën e fundit të natës, koha më e mirë, 1/3 e fundit të natës, me e falë për Allahun e lartësuar. Nëse ke mundësi ekonomike me ndihmuar një të varfër, mos me të pa njëri, e me bë ato punë të fshehta që i shef Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar, në mënyrë që këto me të vërtet të mundsohet kish një jetë të lumtur në këtë botë dhe patjetër të fitosh atë lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Shumë njerëz mendojnë se lumturia pra arrihet posti, pozita, fama, pasuria, me pas mjete, me pas shumë shtëpi. Jo, s'është kusht. Ndoshta dikush nuk e ka pasurinë, nuk e ka famën, nuk e ka pushtetin. Ka gjëra pakta, por subhanallah, ka një qetësi shpirtërore kur e ve kokën jastëk ndark, pra sikur ka gjithë dynjan. Dhe subhanallah, kuptohet për një hadithit profetit alayhi salam. Pra se kush e gëzon shëndetin dhe e ka ushqimin pra për ditën e tij, sikur posedon dynjan. Me të vërtet po. Ai tjetri mund të ketë ndoshta shumë pasuri, mund të ketë famë, mund të ketë pushtet, por s'ka lumturi. Shkon në shtëpi zihet me gru. Shkon në shtëpi ndoshta e ka tradhtu bashkëshortja, ndoshta fëmijët drogaxhi, ndoshta fëmijët rrugëve. S'ka harmoni, nuk ka qetësi. I ka gjithaj. Pamja e jashtme. Por kur shkon në realitet nuk është i lumtur. Prandaj le të përpiqemi të përmirësojmë të brendshmen. Të kushtojmë rëndësi atyre gjërave të fshehta. Ndoshta Allahu subhanahu wa taala na e rregullon të brendshmen edhe të jashtmen. Amin.